përfshirë politikën e Kosovës. Sigurisht në zgjedhjet e ardhshme. Është edhe problemi i presidentes, që duhet zgjidhet kur. Presidentja e ka tani në brenda këtij viti duhet të ketë edhe zgjedhjen. Brenda këtij viti, jo vitin tjetër. Jo, ne kam fjalën në kuptimin e asaj që duhet të grupon votat e nevojshme për ta mbajtur ndoshta vetvendosje, sepse mbështetja gjithkohshme ka qenë vetvendosjes për ta pasur Vjosa Osmani si kryetare të shtetit. Ndërsa partitë të tjera edhe në rastin konkret tashmë kishim deklaratat e deputetëve të Lidhjes Demokratike ku nga kjo parti rrjedh dhe Vjosa Osmani, e cila tha se nuk do të ketë asnjë vot të Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbështetje të Vjosa Osmanit. Por ajo që bëri më shumë përshtypje ishte pjesa e vet Vjosa Osmanit që e kërcënoi prap Lidhjen Demokratike të Kosovës, që ju tha se kujdes me gjuhën që po flisni, sepse unë jam në gjendje që të tërheq edhe votat e tjera nga Lidhja Demokratike dhe do ta dëmtoj edhe më tepër Lidhjen Demokratike. Dhe kjo gjë besoj se mund të ketë një luftë që mund të ndizet në momentet e fundit, kur të vijë koha për të votuar për presidenten e Republikës Kosovës. Megjithatë, nga gjithë pjesa e politikës, njeriu që ka qëndruar më shumë eminent në të gjithë pjesën edhe të politikës e jashtme, Vjosa Osmani mendoj që e ka bërë në kushtet më të mira. Për faktin se të gjithë ish presidentët e kaluar të Kosovës, kemi pasur president të cilët domethënë mund të kenë qenë komplet nën hije, ndërsa Vjosa Osmani ka qenë personi i cili ka pasur një zë goxha kritik ndaj të gjithë atyre, sidomos në rastin konkret të Serbisë, qoftë në OKB ose në të gjithë organizatat e tjera ku ka marrë pjesë Kosova. Edhe është e vetmja që ka akses kudo nga politikanët e Kosovës. Ajo flet dhe me Donald Trumpin, flet dhe me Brukselin, flet dhe me Tiranën, flet dhe kundër Vučićit në OKB, do të thonë i ka pasur të gjitha. Atë, siç ju thash, është problemi tek gjithë pjesa e kaluar, sepse politika jashtme para Vjosa Osmanit me Hashim Thaqin ka qenë në kushtet ose ka qenë në nivelet më të dobta në pjesëmarrjen ndërkombëtare. Shikoni, ka edhe një gjë, edhe pjesa e elokuencës së të folurit, ka rezultatin e vet. Nuk mund që dikush që nuk di, nuk di të artikuloj një fjali ashtu siç duhet në shqip të marrë dhe të artikuloj në gjuhën angleze. Edhe sidomos kjo gjë të bëhet në marrëdhënie ndërkombëtare. Me gjithë respektin për ish presidentin Thaçi, por një gjë e tillë ka qenë dizastër. Po është edhe me Donald Trumpin. Vjosa Osmani është nga pak liderët e botës që duket se i preferon Trump kur takohet rastisht edhe rastisht në janë shumë pak njerëz në botë që kanë këtë privilegj nga Trumpi. Sa herë që ka pasur bashkime të liderëve kryesorë në gjithë botën, Vjosa Osmani ka qenë personi i cili ka qenë drejt për drejt në takime të drejt për drejta të këtyre liderëve kryesorë. Mos harrojmë edhe faktin edhe tani së fundmi që me njojën e Afganistanit me shtetet e dritë Kosovës. Afganistani arriti domethënë të bëjë Siria të Sirisë. Siria arriti të bëjë shteti tjetër i radhës që ne Kosovën me anë të Vjosa Osmanit. Politika e Vjosa Osmanit e bindi Sharafin për të bë njojën e Kosovës. Po, ndërkohë që ai Ahmet Shara është në një moment shumë të afërt edhe me Trumpin, shtëpinë e bardhë me takime, i është hequr pjesa e terrorizmit, gjithë pjesa e terrorizmit e hequr edhe në ngrata dhe në rastin konkret Vjosa Osmani besoj që do të jetë personi që mund ta mbaj Kosovën brenda diskutimeve të politikës amerikane edhe me Donald Trumpin. Nuk ka emër tjetër për folur për Vjosa Osmanin, jo, deri tani nuk ka, sepse po shkoj prak te pjesa e Donald Trump. Politika Donald Trump deri tani sa kemi diskutime, ka pasur kritikat të vazhdueshme ndaj kryeministrit Albin Kurti ose qeverisë Kosovës. Presidenca ose Vjosa Osmani ka një tendencë domethënë për t'i ulur këto tensione
të Amerikës në drejtim të politikës Kosovës. Po, jo ka dhe i parapërqim, se besoj Trumpi funksionon me parapërqim edhe personale gati, se cilin lider ka dëshirë të kaloj 1 minutë më shumë, apo më pak, kur takohet. Kemi edhe rastin e Macronit, që do më thonë e poshtrojnë mes të takimi, dhe naturisht do më thonë kjo pjesa e sensitivitetit të një femre, si që është Vjosa Osmani, naturisht që mund të ketë edhe pak elekuencë mund ndryshe edhe të Trumpit në drejtim të Kosovës, edhe të Kosovës në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që ta mbyllim, në plecemi maksimumi në pranverën e vitit të ardhshëm, Kosova o do t'i zgjidhit gjitha këto qeveri, parlament, president, ose do jetë, nuk besoj, nuk guxoj ta mendoj që do jetë prapë në këtë